Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Emrin Allahut të gjithëmshirshëm, të mëshirëplotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër besimtar, sonte me lenin Allahut nisim një varg ligjëratash javore ku do të marrim historitë që Allahu Azza wa Jall na i ka treguar në Kur'anin famullar. E padyshim që çdo histori që tregohet në Kur'anin famullar, Allahu Azza wa Jall na e ka sjellë që ne të nxjerrim prej tyre mësime dhe që të përmirësojmë qoftë ajo veten tonë apo veset tona. E padyshim gjithashtu prezantimi në vendet ku përmendet Allahu Azza wa Jall apo ku përmendet ajetet kuranore apo hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam ka një dobi shumë të madhe dhe një vlerë shumë të madhe tek Allahu Azza wa Jall. Ku në këto vende, në këto mezhlise, zbret mëshira e Allahut Azza wa Jall, prezantojnë atë me lajket dhe zakonisht Allahu Azza wa Jall pra i mëshiron të gjithë ata të cilët qëndrojnë dhe prezantojnë në këto vende ku i thuhet atyre ngrihuni nga këto vende se gjunahet e juaja janë të falura. Dhe ne e lutem Allahun Azza wa Jall që nga këto vende dhe këto mezhlise që po qëndrojmë, Allahu Azza wa Jall na falit, na mëshiroj dhe të na i shlyejë të gjitha gjunahet tona. E për të futur në temë, për mos më u zgjatur, inshallahu, si histori të parë do të kemi historinë e dy djemve të Ademit alayhis salam, Habilin edhe Qabilin. Allahu Azza wa Jall na përmend në Kur'anin famullar për në surën Al-Maida, ajeti 27, ku thot Allahu Azza wa Jall: "Utlu alayhim naba ibnay Adama bil haqqi idh qarraba qurbana فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر." Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin famullar, pra o Muhammed, tregoj ti atyre për historinë e dy bijve të Ademit. Pra Qabilit dhe Habilit, historinë e këtyre dy djemve të Ademit, pra djemve, jo pra pasasve, por djemve në mënyrë pra të direkt. Ku të dy këto, Allahu Azza wa Jall pra i kërkoi që të bënin një kurban. Dhe Allahu Azza wa Jall e pranon nga njërin kurbanin dhe e refuzon nga tjetri. Normalisht, përse dikush kur e bën një vepër, Allahu Azza wa Jall pra dikujt ja pranon dhe dikujt s'ja pranon, si çdo njeriu tjetër. Normalisht kjo për shkak të arsyes dhe qëllimit që njeriu ka në atë vepër. A është ajo vepër e sinqertë për Allahun Azza wa Jall? A është ajo vepër që kërkon drejt për drejt që Allahu Azza wa Jall pra kur ti e vepron atë vepër ta pranoj ty atë, apo mos ndoshta ti e merr urdhrin e Zotit, ndoshta duke mos i dhënë atij rëndësinë që ka, edhe në këtë rast, apo nga ana tjetër e bën edhe për sy e fajësi. Në këtë rast kanë thënë mufesirët për shpjeguesit e Kuranit se Habili ishte që kur kërkonte për të bërë kurbanin, shkonte thot dhe shifte thot atë dashin që ishte më i miri. E shihte një dash dhe thoshte me veten e vet, jo se do ketë më të mirë se sa ky. Pra donte që veprën dhe kurbanin që ta bënte për Zotin pra të ishte më i miri. Dhe kështu kërkonte për të gjetur kurbanin që është më i miri. Nga ana tjetër kanë thënë mufesirët, Qabili nuk i kushtoi rëndësi, biles kur e shihte një kurban thoshte
se do të ketë diçka që është më i keq. Pra në mënyrë që ky mos harxonte prej pasurisë së tij shumë para. Edhe thoshte që do të gjej diçka që është më e lirë. Dhe Allahu Azza wa Jall, pra, siç na përmend në këtë ajet kuranore, thotë, e Allahu nga njëri e pranoi, pra nga Habili, ai i cili kërkoi që të gjente qurbanin më të mirë, dhe nga tjetri jo. E ky Kabili, kur e pa që Allahu Azza wa Jall ja pranoi qurbanin, nga ana tjetër kanë thënë si është e mundur, pra si u dallonte që dikujt ju pranohet, dikujt jo. Ku Allahu Azza wa Jall përmend po ashtu në ajet tjetër kuranor që zbriste një zjarr nga qielli dhe e diqte atë qurban të pranuar, pra atë vepër të pranuar. Dhe këtu e dallonën atë se është pranuar vepra. E kur e pa se Kabili, pra, se vepra e tij nuk u pranu, qurbani i tij nuk u pranu, i tha vllajt e tij tani në mënyrë dashakeqje, tha le aqtulannak, do të vras ty. Përgjigja e Habilit ishte qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Tha përse do të vratesh ti mua? Çfarë kanë bërë ty? Por tha Allahu pranon për atyre që janë të devotshëm, që janë të sinqertë, që e bëjnë vetëm për hir të tij. Dhe i thati në farë forme, mos kam bërë ndonjë gjë ty. Është Allahu i cili i pranon veprat. E në qoftë se don, pra, që Allahu ta pranojë edhe ty, bëj edhe ti në këtë lloj forme. Pra që je i sinqert me Allahun Azza wa Jall. Kërkoje që ta përsosësh atë vepër që ti pra e bën. E më pas i thati la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadayya ilayka liaqtulak. Tha, o Kabil, pra o vllajim, qofse ti do të ma zgjatësh mu dorën për me mbra mu, dije se unë nuk do ta zgjas dorën time me të vra ty. Kanë thënë mufasirët, Habili, ai pra që i pranoi Zotit veprën, ishte më i fuqishëm se sa Kabili. Por megjithatë, i tha atij, ti nëse do më mbra mu, më vrit. Por unë edhe pse jam më i fuqishëm se sa ti, përsëri nuk do ta zgjas dorën me të vra ty. E përse kjo gjë? Inni akhafu Allaha Rabbal Alamin. Pra sepse unë tha i friksohem Allahut, tha, Zotit të botrave. E sa ka për nesh që ndoshta e kanë diçka në dorë për ta bërë, do thonë, dhe e shfrytëzojnë atë për të bërë keq njerëzve. Pra Zoti mund të ketë dhënë dikujt pushtet, Zoti mund të ketë dhënë dikujt fuqi, Zoti mund të ketë dhënë dikujt pasuri dhe e shfrytëzon këtë gjë për keq. E Habili, pra, fuqinë që e kishte edhe për të mbrojtur veten e vet, i tha atij, unë tha i friksohem Allahut Azza wa Jall, dhe nuk do ta zgjas dorën me të vrarë ty. Më pas i tha Habili Kabilit, i tha inni uridu an tabua bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Tha, megjithatë thënë, nëse ti vendos për të më vrarë mua, dije tha se unë tha do të dëshiroj tani tha që ti tha të mbash peshën e fajit tënd dhe të jesh për atyre që Allahu Azza wa Jall do të dënojë në zjarrin e xhenemit. Dhe kjo tregon se vrasja është një nga mëkatet më të mëdha. Vrasja që ne shohim edhe dëgjojmë sot ditës, domethënë që vriten njerëzit sikur të ishin tamam dele, është një nga gjunahet më të mëdha që Allahu Azza wa Jall e ka bërë haram. Wa dhalika jazaa'u zalimin. Thot Allahu Azza wa Jall se Habili i tha Kabilit, pra, e dije se ky është shpërblimi i atyre që bëjnë zullum, atyre që bëjnë pa padrejtësi. Më pas Allahu Azza wa Jall thot fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min al-khasirin. Dhe e mundi thot Kabilin, atë pra cilin Allahu nuk e pranoi veprën e tij, vetja e tij, nefsi i tij. E mundi. Dhe kjo është domethënë që njeriu gjithmonë do të luftojë veten e tij, me veten e vet. Dhe kjo është, siç ka thënë profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam,
gjihadi më i madh, të luftosh veten tënde. Pra të luftosh veset e tua të këqija, të luftosh veprat e këqija që ti, më thon, i ke qef ti veprosh apo dëshiron ti veprosh. Kjo është lufta më e madhe, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Gjihadi më i madh është të luftosh veten tënde. Allahu azza wa jalla thot, dhe vetja e tij pra e mundi atë thot dhe e vrau vllajën e tij. E më pas Allahu azza wa jalla thot fa asbaha min al-khasirin, dhe u bë ky njeri prej atyre që e humbën veten e vet. E humbën veten e vet. Megjithatë, ne do të kemi parasysh që në qoftë se do të gjendemi në një situatë që njeriu mund të përballet me dikën i cili do të bëjë keq, do të bëjë keq. Qoftë ajo kundrejt teje, qoftë ajo një të keqe që ne e shohim dhe e vërejmë me sytë tanë. Ne duhet të kujtojmë atij atë që Allahu azza wa jall pra na kujton dhe thot, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam kur u pyet dhe i tha, në qoftë se e shoh dikën të bëj keq, çfarë tha profeti sallallahu alaihi wasallam? Tha fadhakkirhu billah. Ta kujtoje tha atij Allahun azza wa jall. Pra kujtoje Allahun se kjo që je duke bërë, domethënë Allahu të shef, Allahu të shkon. Dhe po ashtu Allahu azza wa jall e përmend edhe në historinë e Mariamës, ku asaj për erdhi Xhibril alayhis salam dhe i tha Mariam atij burri, pra që nuk e njihte që ishte Xhibril alayhis salam, tha ki frikë Allahun azza wa jall, tha, por çfarë pse po më afrohesh? Pra ja përmendi Allahun azza wa jall. Më pas Qabili pasi që e vrau pra Habilin vllajën e tij, thot Allahu azza wa jall fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi. Allahu më pas thot dërgoi një shpend, një sorr për t'i treguar atij, domethënë se si ai të varrosi për vllajën e vet, se si ai të varrosi vllajën e vet. E më pas kur e pa Qabili se si një sorr pra e varros një sorr tjetër, qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadha al-ghurab fa uwari sawata akhi. Tha mirë për mua, tha. A nuk kisha unë as edhe mundësi pra që të di se si të varros vllajën tim? Pra ishte kjo sorr që më mësoi mua pra mirë për mua, se sa poshtë kam rënë. Fa asbaha min an-nadimin. Dhe u bë për atyre që u penduan. Një pjesë e mëfesirëve kanë thënë që pendimi nuk është nga vepra që kreu, por keqardhje që nuk ishte në gjendje të ishte më i ditur edhe se sa sorra. Pra nuk u pendu që vrau vllajën e vet, por erdhi keq për veten e tij që nuk dinte se si të varroste vllajën e tij. Edhe kjo pra është vrasja e parë që ka ndodhur në historinë e njerëzimit. Kjo është vrasja e parë që ka ndodhur në historinë e njerëzimit. E Allahu azza wa jall, si përmend profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith ku thot, çdo njeri i cili vret, thot një pjesë të fajit, një pjesë të gjunahut i shkon birit e Ademit Qabilit. Pse? Sepse ishte ai i cili e vazhdoi këtë lloj gjunahu. Dhe ne do të kemi parasysh, domethënë që nëse jemi sebeptar për të shpik diçka që është haram, që është ndaluar, edhe të tjerët ndikohen prej nesh, le të dimë se ne kemi pjesën e fajit kur shpikim diçka që s'është gjuar prej gjunaheve, si shpiku Qabili vrasjen e parë në dynja. Çdo kush që bën tani një vrasje dhe e ka bërë për këtë lloj tradite, domethënë vrasje, i shkojnë gjunahet Qabilit. E pas Allahu azza wa jall thot në Kur'anin familjar, min ajli dhalika katabna ala bani Israil innahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nas jami'a.
E për shkak të kësaj gjëje thot madhështore që është vrasja pra, ne ja bëm obligim dhe ja shkruajtëm thot Bani Israilëve që ai i cili vret një nefs, një njeri pra, pa hak, pa të drejtë, ne ja shkruam thot atë se kur ai nëse vret dikën pra të kishte vrarë të gjithë njerëzimin. Të kishte vrarë të gjithë njerëzimin. Wa man ahyaha fa kannama ahya an-nas jami'a. Edhe ai i cili pra e shpëton një njeri është sikur të kesh shpëtuar të gjithë njerëzimin. Arsyeja që Kabili e vrau Habilin ishte vetëm një. Edhe është hasedi. Smira. Smira e të qenurit dikujt më mirë se sa ty. Smira e të qenurit ndoshta dikujt më i pasur se sa ty, apo më pozitë se sa ty. Dhe kjo është si thua smira e vetë do të thotë t'ia heqësh apo mos ta ketë ai atë të mirë që gëzon. Pra kjo është një sëmundje e zemrës. Smirë do të thotë që të dëshirosh që të ikje atij tjetrit mirësia. Dhe kjo është një sëmundje do të thonë që e kaplon ndoshta çdo njëri për nesh. Dhe padyshim që nëse do ta shohim veten tonë që e kemi ndoshta apo na prek ndonjë rast në një moment apo na shkon në mend domethënë që kur e shohim dikën që posedon diçka të mirë dhe ne bijem në këtë lloj mendimi apo zot na ruaj domethënë që shkojmë në atë lloj derexheje që të mendojmë që shiko aty kurrë mos e dha Zoti, kot me pas e lloj arsye, ne të dimë se kemi bërë gjuna dhe kështu duhet të pendohemi tek Allahu Azza wa Jall dhe të largojmë këtë lloj mendimi që mund kemi apo këtë lloj ndjenje që mund ndjejmë për tjetrin. Kjo pra hasedi, smira është që e shkaktoi vrasjen e parë në historinë e njerëzimit dhe vazhdon hasedi dhe smira edhe smundjet e tjera të zemrës që të shkaktojnë zullume dhe shkatrime në tokë. Kjo është kurtimisht historia e dy bijve të Ademit, ku ne lutem Allahun Azza wa Jall që na bëjë për atyre të cilët pra i ruhemi gjunaheve të mëdha, siç është vrasja, dhe le ta dimë gjithashtu se ndoshta ndonjëherë kjo keq kuptohet. Kabili nuk është prej atyre që e mohuan Zotin, nuk është prej qafirëve që do të jetë i përjetshëm në zjarr, por është prej muslimanëve, dhe është prej gjunahçarëve, i cili do të dënohet për shkak të këtij gjunahu që ai bëri. Ne lutem Allahun Azza wa Jall që ta përmirësojë vetën tona dhe lutem Allahun Azza wa Jall që nga këto histori të profetit të Kuranit familjar, Allahu Azza wa Jall na bëj neve që të nxjerrim mësim pra duke e përmirësuar veten tonë. Amin. Allahu shpërblet gjithë ato mira. Selam aleikum.